Mirë, jemi bashkë këtu në tjetër blok të programit Kosova Today për të folur, si që e thashët e më herët për çështjet sigurisë, ka qenë në fakt policia e Kosovës ajo që ka hedhur poshtë si të pavërteta pretendimet e mediave serbe se një grup i armatosur shqiptarësh kanë qelluar drejt ushtrisë serbe pranë bazës Debela Glava. Sipas policisë, asnjë incident i tillë nuk është regjistruar në njësitë në terren dhe informacionet e publikuara janë dezinformata që krijojnë tensione të panevojshme në zonën kufitare. A janë këto dezinformata pjesë e një strategjie të qëllimshme të Beogradit për të rritur tensionet në veri? Flasim bashkë në këtë blok të dytë me një panel ftuarish që në fakt secili nga ta ka një ekspertizë të gjatë në çështjet për të cilat i kemi thirrur, zotriu dhe profesori nderuar Avni Islami është këtu, mirë se vjen. Kënaqësi. Mirë se ju gjej dyve. Na ka nderuar me pjesëmarrjen e tij nga Shqipëria, Kreshnik Osmani, mirë se vjen i nderuar. Faleminderit. Nuk kam zë. Do ta kesh shumë shpejt, regjia besoj do e marrë përsi për këtë, dhe Betrej Lezi, faleminderit që je sot këtu, shoh se ndodhesh jashtë shtetit. Mirë, përderisa ta ke zërin edhe zotri Lezi, do doja ta kthej diskutimin në studio me zotri Islamin. Zotri Islami, kush gënjen realisht tu? Gënjen autoritetet serbe apo autoritetet shqiptare? Cila është e vërteta e këtyre gjuajtjeve brenda territorit të Serbisë? Me vetë faktin që ju e nisë fjali kush gënjen, unë më njëherë do të lidhën të presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, i cilin në kohën e Miloševićit ka qenë ministër i propagandës dhe informacionit. Prandaj, Vučići dhe vartësit e ti, të gjitha ta që i shërbejmë për shtetet e ti, e kanë desert gënjeshtërën. Dhe në kuadrë të gënjeshtër, do të thoja që është lufta hibride, ose lufta për informacion dhe për të krijuar një opinion, qoftë mbrana teritorit të Kosovës, por edhe tek opinioni mbrana teritorit të Serbisë. Shif për këtë. Pra kemi rastin e një plagosje dhe pastaj të kidnapimit të një qytetari të Republikës Kosovës, i cili pavarësisht se ai i takon komunitetit serb, ai është kidnapu dhe është plagos mbrana teritorit të Kosovës. Dhe gjithnjë sipas avokatit të tij, Igor Ninić, sepse është i vetmi që ai mund të japë informacione, sepse informacionet shtetërore, pra askush nuk flet që nga spitali e deri tek organet e sigurisë tyne. Pse po e them këtë? Po duhet të ngres një krahasim me se çfarë dje u plasuar në mediat e kontrolluara nga Beogradi, fillimisht nga RTS-i, pra medium shtetëror i Serbisë, pastaj disa mediumet të tjera, e më e zëshme në këtë rast ishte Kurir i Serbisë, i cila është shumë e afërt me pushtetin e Aleksandar Vučićit. Pra, unë mendoj, nëse s'keni pyetje kron të ndërhyjni, unë mendoj që pikrisht një informacion i tillë që është dalë nga mediat e Serbisë, jo nga Ministria e Punëve të Brendshme, as Ministria e Mbrojtjes e Serbisë, por informacioni ka dalë nga mediat e shkruara elektronike, pra nga ato mediat të cilat kontrollohen nga Serbia. Dhe unë mendoj, edhe po e përfundoj që tualet të tjerë të flasin, unë mendoj që ky plasim i lajmit është bërë pikërisht për neutralizimin e asaj çfarë kanë bërë para 2 javë dite, pra forcat e sigurisë së Serbisë. Pse u desh ka gjatë, zoti Islami, përpara të kalojë te zoti Osmani? Pse u desh që të pritet 2 javë për ta kompletuar këtë mozaik që po thoni, ose duan të hedhin syve në fakt për atë që kanë bërë? Po, unë mendoj që një kohë që gjatë që ka kaluar e kanë prit momentin e volitshëm, kur ata shërbimet e sigurisë, qoftë nga BIA, qoftë nga VBA-ja ose nga vetë pushteti i Serbisë, ata me analizat e tyre, me rekomandimet e shërbimet të sigurisë, e kanë përcaktuar kohën dhe momenti kur duhet dalë me një verzion të tillë. Po, por megjithatë ata është dashur të kenë ndonjë fakt, ndonjë histori nga terreni për që pastaj ta përpunojnë histori dhe ta kthejnë në propagandë. Dhe pikërisht kur jemi në këtë moment do doja të kaloj tek zotri Lezi, të cilin e kemi në lidhje direkte. Zotri Lezi, ne po afrohemi afër sezonit të zhyëtisë. Nga kaluara e dim se qytetarët kosovar të asaj pjese, shqiptare, sërbë, bashkarisht, shpesh herë dalin në gjyëti. Dhe ne nga kaluara e dim që shpesh herë është te kaluar kufiri me Serbin nga gjyëtarët të cilët pa pasur mjetet e nevojshme nuk i kanë ditë sakt vendodhjen e tyre. Tash,
a mund të ketë qenë do një grup gjyqtarësh nga Kosova apo Serbia, grupi për cilin po flitet në media, apo ka diçka më të rrezikshme dhe më të organizuar? E para që duhet të theksoj është fakti se Serbia vazhdon tutje me luftën hibride dhe me pjesën e saj të propagandës e cila i shërben vetëm një qëllimi. Ai qëllim është për të mbuluar, justifikuar veprimet e Serbisë për jo sigurinë në territorin e Brisë së Kosovës. Ky rast është vërtetuar ka fare të bëj me çështjet që lidhen me jo siguri. Po dëgjojmë? Dëgjojmë. Kam përshtypjen që duhet presim pak, Elizi, kthehem te ti vetëm pas pak. Shkoj tek zoti Osmani. Zoti Osmani, në fakt janë disa informacione që vijnë kryekput nga media serbe. Por në anën tjetër, policia e Kosovës suksesshëm ka përfunduar një operacion dje ku kishte sekuestruar disa detonator apo jo, dhe ka lidhje këto të dyja njëra me tjetrën, zoti Osmani? Pas një diskutim që kanë lidhje me njëra tjetrën, është një moment shumë i destabilizuar në Serbi. Serbia është përballë një presioni të jashtëzakonshëm për të marrë vendime të mëdha në këtë moment, së cili do të jetë vendimi i Serbisë, këtë e di Beogradi, por duket qartë që kemi situatë turbulente, jashtëzakonisht komplikuar në Beograd, dhe unë jam thellësisht i bindur që të gjitha këto makinacione janë të ngjashme me aktivitetet të tjera, të ngjashme të cilat i ka bërë dhe i ka orkestruar Beogradi për të shpërngulur vëmendjen nga presioni i madh që do t'i ushtrohet nga momenti i rëndësishëm historik që është duke ndodhur, qoftë në Kosovë, qoftë në Hag me dëshminë e generalit Clark, qoftë me 10 ditëshin e fundit afat që i kanë vënë amerikanët Aleksandar Vučićit për të përzënë Rusin nga nishi. Është në një moment jashtëzakonisht të vështirë dhe unë nuk dyshoj që Serbia mund të inskenoj dhe mund të provokoj, mund të ngacmoj çdo lloj skenari për të trazuar veriun e Kosovës dhe për të shpërngulur vëmendjen ndërkombëtare. Kjo ka qenë është tërësisht e ngjashme me krimet e organizatave terroriste serbe në vitin 1999. Në momentin kur kishte një koordinim me Ministrinë e Brendshme serbe në veri të Kosovës dhe shërbimet sekrete serbe atje, arritën të bëjnë sulme dhe goditje terroriste brenda Kosovës me qëllime propagandistike. Dhe kjo ndodhi vetëm pas takimit të kolonielit famkeq Legia me Zoran Anđelkovićin dhe të tjerët në Gračanic, që provokua në të krim monstruoz në Lipjan. Pra, Serbia nuk është e qetë në këto momente, Aleksandar Vučići është në një pozicion jashtëzakonisht të vështirë, duhet të trajtojë Serbinë, duhet të vendosë çfarë do të bëjë me nishin, duhet të shohë me syt nga Haga se çfarë do të ndodhë atje, nëse do të ndikojë strategjikisht deklarata e generalit Clark apo jo, që do të thotë kemi një riformatim të ri tërësor të ekuilibrave gjeopolitik në Ballkan. Ky tension në Kosovës i Serbisë e provokon atë që të ngacmojë, të provokojë dhe të... Dhe nëse gjitha yjet shkojnë në drejtim të mirë të shqiptarëve dhe historisë të shqiptarëve, kjo e tërbon edhe më shumë Serbi dhe në çka mund të shpije kjo situatë të Osmani? Pa diskutim, Serbia kur ka arritur të inskenojë vrasjen e qytetarëve të vet në Lipjan, ku vran 12 serb nga forca terroriste serbe, siç u tregova, pas takimit të kolonelit famkeq Legia me Zoran Anđelkovićin, është e gatshme të bëjë gjithçka. Dhe të gjitha këto dhe gatishmëria e Kosovës, e forcave të sigurisë Kosovës në këto momente shumë kritike, duhet të jetë në pikën më të lartë, sepse Beogradi do të inskenojë gjithçka ka mundësi dhe do të tentojë ta destabilizojë veriun e Kosovës për të rritur pazarin e tij në tryezën amerikane dhe atë të Brukselit, në këtë moment kur po i kërkohet të heqë dorë përfundimisht me afate konkrete. 10 ditë i kanë lënë Vučićit. Dhe të kesh 10 ditë afat për të heqë dorë nga Rusia është shumë tensionuese. Këto tensione do të zbërthehen në Kosovë, do të shkarkojnë në Kosovë, qoftë nëpërmjet organizatave terroriste të koordinuara me Ministrinë e Punëve të Brendshme, qoftë me të tjera struktura paralele të sekrete në veri të Kosovës,
dhe është më se e pritshme kjo gjë, sepse Beogradi është në tension, dhe ky tension duhet të shkarkojë në rajon, sepse nëse nuk shkarkojë, mund të dëmtojë rënd. Dhe fakti, zotri Osmani, do të shëndroj tek ju, sepse është një çështje interesante për koincidencë, këtu fillon edhe sezona e gjyhetisë. Dhe ajo pjesë, pra, kufitare, zona malore e Kosovës në përgjithësi, por edhe pjesa e Karaqevës, pra, pjesa e kufirit në mes të Serbisë, Maqedonisë dhe Kosovës, mbi popullohet nga gjyhetarët. Çfarë ndodh në qoftë se dikush gjuan në drejtim të ushtrisë serbe? E vetmja gjyheti i dashur Kron është gjyhetia ndaj shqiptarëve. Gjyhetia ndaj shqiptarëve që po bën Beogradi dhe makineria e tij propagandistike dhe e gjithë logjistika gjeopolitike e Beogradit, e cila synon të ngulë rrënjët e saj fort në Ballkan, në këtë moment ku do të riformatohen ekuilibrat gjeopolitik të Ballkanit, në moment ku po rikthehet fuqimisht SBA-ja, në momentin kur po vinë sinjalet nga Haga se ka një rikthim të SBA-s në Ballkan, nuk është histori me gjyheti Lepush as Dera Shtegër. Është histori me gjyheti të shqiptarëve dhe provokimin dhe inskenimin e situatave dhe të sulmeve terroriste me qëllim implikimin e shqiptarëve në aktivitete të cilat i dëmtojnë shqiptarët në këto moment. Dhe për të justifikuar Vučićin dhe narrativën e tij në perëndim se unë jam paqësor dhe se nuk mund të bëj lëshime kaq të mëdha, sepse kam të bëj me sulmues. Zotri Osmani, e lezi e di kontekstin në kuptimin e pozicionit gjeografik pra të fshatit Sfirc e brendshme, se ka dy të tilla. Dhe në fakt atje ka një qetësi sa i përket edhe bashkëpunimit mes të dy palë qytetarëve. Të zëmë, kur barinjë e shqiptarë u dalin baktit jashtë teritorit Kosovës, me të vërtetë e di nga informacionit nga qytetarët atje se ka një bashkëpunim shumë të mirë, koordinohen lehtësisht, kthehen, u ndihmojnë barinjë serb që t'i kthejnë pra baktit e tyre prapa, dhe kjo ndodhet edhe me gjyhetarët. Në fakt nuk është një situatë e re kjo, se shpesh edhe bashkëpunojnë qytetarët me zvete. Pse sot pati arrestim të 4 qytetarëve serb, gjyhetar që hynë në territorin e Kosovës, të cilët edhe me të vërtetë vija kufitare atje shumë e paqartë, Elizi, është te e paqartë, nuk ka një shenjë të dallosh se ku je Serbi e ku je Kosovë. Në fakt, kjo është një veprim jo mirë i menduar, jo i trajtuar në aspektin profesional, dhe në asnjë mënyrë i trajtuar në aspektin e pasojave që mund të ketë në fushën e sigurisë apo ato politike. Është e vërtetë që ka pasur raste ku domthon buqit, blegtorët, gjyhetarët kanë tejkalu vijën kufitare me Kosovën, kufirin e Kosovës apo në Asjetas, dhe ka pasur një bashkëpunim ndërqytetar sa i përket çështjeve së mirë kuptimit, sepse qytetarët nuk kanë mundësi teknike për ta konfirmuar saktësisht se Por Elizi, ose kanë qenë gjyhetar fare këta të 4-tit, o policia e Kosovës dhe institucionet e KFOR-i këtë rast ka pasur më shumë informacione për ta? Çështja që është shumë e rëndësishme ndoshta është kjo, të dimë nëse ata kanë qenë gjyhetar, nëse janë pjesë e strukturave të sigurisë dhe cilët janë kamufluar si gjyqtar, apo gjyhetar apo çfarë. Mbase zotri Elizi, mbase duke qenë se e njeh atë pjesë, e gjithashtu edhe gjyhetinë e ka për hobi, edhe ecjen në ato pjesë, zotri Islami, çfarë grupi bëhet fjalë? Në cilësinë e një kriminalisti, secili nga ne mund të ngrejë një version dhe një hipotezë se çfarë mund të jetë. Të gjitha këto mund të jenë paragjykime, përderisa personat e apostrofuar në fjalë, pra janë arrestuar 4 gjyhetarë. Ata nuk mund të bëjsh një krahasim një bujk me traktor dhe me një kazëm e të krahasosh me personat të cilët kanë qenë të armatosur. Unë personalisht nuk e di se çfarë kanë qenë të armatosur, mirë po secila prej atyre armëve, qoftë M488 Mund ka këtë pasoja? Por secila prej atyre armëve që i posedojnë gjyhetarët e që mund t'i keq përdorin, ato mund t'jenë të rrezikshme për njerëzit. Prandaj, unë besoj që institucionet e sigurisë, për në rastin konkret, policia Kosovës, e ka për detyrë që t'i identifikoj dhe vërtet nëse ata janë gjyhetar dhe merren me gjyheti, unë nuk dyshoj atë se ata do t'jerohen së bashku me armët, edhe pse kanë bërë, edhe pse nëse gjyhetarët tonë zihen me armë
e që e di raste të tilla kur ndodhur të kapen në Serbi me armë, po janë liruar nga ushtria serbe, janë dërguar. Po për ka dhe raste kur janë arrestu e janë dënuar me xhob, madje edhe pa armë hiç, kur kalohet kufir ilegal. Mirë po, në rastin konkret, kur ne tashmë të gjithë po pajtohemi që qytetarët e atij rajonit kanë një bashkëpunim në të dy anët e kufirit, qoftë në ata bujqësor, qoftë ata të gjuetis ku ka një bashkëpunim. Mirë po, kur hasë bashkëpunimi në mes gjuetarëve është okej, është në rregull. Mirë po, kur hasë në organet e sigurisë, duhet dinë që policia, qoftë në anën e kufirit andej, qoftë nga ana jonë, ata janë ligj zbatuesit dhe duhet të legjitimohen dhe të identifikohen se kush janë ata. E qartë, do doja të kaloja edhe një herë tek zotri Osmani. Pra, zotri Osmani, nga ajo që u fol në studio, dihet se kjo nuk është një dukuri e cila ka ndodhur për herën e parë në vendin tonë. Por vëmendja nuk ju ka jap asnjëherë në këtë formë, sidomos nga pala serbe, dhe ju pak a shumë me aluduat pse, por do doja të dihet një mendim për fundin e këtij bloku. Pse pra, në qoftë se kjo dukuri ka ndodhur edhe në të kaluarën, tash po ka më shumë zjarë. Lidhet me 10 ditët që të ndahen nga Rusia, apo Serbia po përdor ndonjë alibi tjetër? Po krijon. Atëherë, unë nuk dua të përsëris fjalët e zotërive në studio, por ajo që duket qartë është se forcat e sigurisë Kosovës apo dhe ato të KFOR-it e kanë lehtësisht të verifikueshme mundësinë se çfarë kanë qenë këta gjuetar apo kanë qenë agent të infiltruar apo antar të grupeve terroriste. Sigurisht duhet të ketë kujdes të shtuar dhe të tepruar nga ana e forcave sigurisë në mënyrë që të mos i japim alibi Serbisë të krijojë tensione në veri të Kosovës, por duhet kemi qartë diçka shumë të rëndësishme. Ai që vjen për të kryer atentate terroriste apo për të kryer aktivitet agjenturor mund të vishet si gjuetar, mund të vishet si bukpjekës, mund të vishet si bari delesh, mund të vishet si një humanist, mund të vishet si hoç, si prif, pra mund të ka një mënyra se si mund të kamuflohet. Përderisa janë në duart e autoriteteve të sigurisë në Kosovë, dhe të KFOR-it, lehtësisht e verifikueshme është, mund të bëhen verifikimet, mund të verifikohen personat, kush janë, çfarë shkuar e kanë, dhe nëse kanë qenë gjuetar, shkoni, vini ato gjoba çfarë parashikon ligji dhe ju lutem mos e bëni më këtë gabim dhe mbaron këtu historia. Por unë besoj që historia është pak më e thellë se kaq dhe nuk është gabim që forcat e sigurisë të Kosovës t'i tregojnë Serbisë që për çdo rast, për çdo lloj kamuflimi, qoftë ky rast i gjuetarëve të thjeshtë, dhe ajo që mua më gëzon është fakti ajo që dëgjova nga ju në studio, që edhe serbët, edhe shqiptarët e kuptojnë këtë situatë dhe janë marrë vesh me njëri tjetrin kur kalon njëra palë. Pra, populli nuk e duan luftën. Ata që do ta bëjnë luftën, ata që do të hapin tensione, qoftë për serbët, qoftë për Kosovën, për kosovarët, është Beogradi. Dhe nuk ka asnjë të keqe që forcat e sigurisë të Kosovës t'i demonstrojnë Beogradit në këtë moment tensioni, që shiko, ne jemi të gatshëm për çdo lloj skenari, dhe jemi të gatshëm të ndalojmë edhe këta gjuetarët që kanë ardhur për gjueti, edhe ata që i ka rreshkit dhe i ka ik delja në vrap dhe nuk e ka kap delen, ka dalë nga kufiri i Kosovës. Ky është mesazhi i domosdoshëm që i tregon Beogradit se tensionet që keni në Beograd, dhe sikletet që keni atje, për arsye të këtyre zhvillimeve gjeopolitike, ne i kemi kuptuar dhe jemi gati dhe përballemi me çdo lloj skenari që keni përgatitur. Për ndryshe, dëmtimi i personave fjalësh lehtësisht i verifikueshëm dhe mund të mbyllet shumë kollaj nga forcat dhe autoritetet e sigurisë në Kosovë. Faleminderit shumë zoti Osmani për gjithë analizën që kemi bërë bashkë. Dua një koment për mbylljes edhe nga zotëria Elezi. Zoti Osmani, mund ju përshëndesim nëse natyrisht keni impenjime të tjera. Ju falenderit shumë që ishit këtu. Faleminderit ju. Për herë kënaqësi ju kemi. Zoti Elezi? Po, në fakt ne duhet ta trajtojmë me kujdes shtuar këtë situatë. Është e qartë që po përgatitet justifikimi i ndonjë veprimi jo sigurie nga ana e Serbisë. Është e qartë se kjo është një sinjal apo një mesazh i qartë para se kryetarët e komunave në veri nga Komiteti Serb të marrin mandatet e tyre si kryetar.
paralajmërimet se të njëjtit do të refuzojnë të gjithë vendimet e mëhershme, do të largojnë llogët e institucioneve të Republikës Kosovës në komunat ku ato do të udhëheqin dhe të gjitha veprimet që pritet në të ardhmen kujtoj që janë sinjale të cilat vërtet na bëjnë përgjes dhe obligativ që të ndërmarrim veprime konkrete për të pamundsuar apo të parandaluar një zhvillim jo sigurie në Kosovë. Faleminderit shumë zotëri Elezi që ishit sot në program. Gjithashtu. Grazie. Po e mbyllim me juve, zotëri Islami. Po, do të përpiqen shumë shkurt të mos markohen, mirë po o përmend vetëm shkarazi gjetja e 10 detonatorëve me kablo, djen nga ona e institucionit të sigurisë të Kosovës, e unë mendoj që kjo është të jetë serioze, sepse me detonator të tillë, me eksploziv TNT... A mund të ketë ndodhur një gjë e tillë në Iberlepenc? Me të njëjtat? Pikërisht jona për këtë desha ta them për opinionin, ku një rast i tillë mendoj që është shumë serioz dhe duhet kemi kujdes, ose duhet të kenë kujdes institucionet e sigurisë, po dhe gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, që nëse hasim në gjëra të tilla të lajmërojnë sa më shpejt që të mundur organet e sigurisë, sepse me detonator të tillë, nga distanca mund të aktivizohen prapë dhe të shkaktojnë një akt terrorist. Prandaj suksesi institucionet dhe policisë të Kosovës. Patjetër, përgëzime. Zotëri Islami, faleminderit shumë që ishit këtu. Ishit kënaqur sot me intervistën. Ishte kënaqësi. Se s'kishte ngjyra politike. E vërtet që unë me këtë e kam shumë respekt për të dy panelistët. Se ka thënë se do të ma dedikoj një status Facebook. Po, do bëj në Instagram dhe një statut lidhur me perceptimet e mia për dy gazetarin dhe gazetaren shumë të respektuar, e që me kronin gjejmë gjutë për bashkët, me Jehonën kemi divergjenca, por qëllimi është i dy. Ma kemi dy të mira. Si që thash, po të gjeni shumë për bashkët me Honës, do të shonë në studio atër. Faleminderit shumë. E mbyllim shtu këtë blok dhe rikthehemi pas pak. Po me çka do të themi, Kroni, se ka shumë, besoj edhe Islami dhe gjithë, ka një spektakël që i bashkon gjithë më duket. Edhe ka një qindra veta të cilë po punojnë në objektet tona, do ta keni rastin me pa në kohë direkte, pra do të shohim shumë mjeshtër, muratorë, gjithë shka tjetër. Për çka po bëhet fjala, a zbulojmë apo jo? Naturisht, për atë që e din gjithë tashmë Big Brother VIP Kosova që një sonte me fillim nga ora 21 ekran. Tim duket të të shkosh atje? Do të shohim së bashku me publikun se ku ka mbet gjërat edhe gjithashtu do të tentojmë të zbulojmë sa ma shumë që na lejon produksioni. Shihemi pas pak.